Gati tani për të nisur. Diellin e kemi këtej, përballë kemi detin, kur më thot Gjonatani do nisen. Ecim? Po. Tani, fillojmë vrapin. Fillojmë vrapin. Vrap fort, vrap më fort, vrap. Bravo. Okej, Wow! Çfarë mrekullie. Edhe me mbrapa trupit, ashtu bravo. Perfekt. Precës jam tamam siç duhet. Se do të ndihmoj unë. Ashtu. Kjo ishte. Tani jam fiks aty ku duhet. Perfekt. Po e çoj pak më të gjatë kamerën. Je ul komod? Jam komod tash. Ska gjë bukur është. Shqipeni çfarë pamje ka edhe poshtë. Tani jemi duke fluturuar, çfarë lartësie jemi? Për momentin jemi në 920 metra lartësi. Nuk kemi ulur akoma nga pika nisjes, kemi po të njëjtën kohë. Rrymat e ajrit po na mbajnë konstant. Kushtet janë perfekte të fluturimit. Çfarë mrekullie, kjo është ndoshta pika më e bukur ndër Europë, se në Shqipëri po e po. Shqipëri dhe rajon, patyshim. Është më e bukur, a? Edhe në rajon, a? Edhe në rajon, patyshim, nuk e ka askush këtë lartësi kaq të madhe, kaq afër detit. Edhe pse Greqia mund të ketë këtë rivjerë, por nuk ka këtë mal kaq afër. Shiheni sa e bukur është. Është pamje spektakolare, po e filmojmë të gjithën me DJI Osmo 360-ën. Unë kam dhe syzet e metës si duhet ndes. Shiheni pamjen me syzet e metës tani. Jesh okay? Jam shumë okay. Para është duke ecur një parashut tjetër që u hodh para nesh. Nga vendet me fluksin më të madh të fluturimeve turistike në Shqipëri. Me fluksin më të madh fluturimeve turistike në Shqipëri. Çdo ditë na presim me 10 pasagjerë që fluturojnë me pilotët tanë profesionistë në këtë pikë llogaras për gjatë gjithë verës. Janë të huaj apo shqiptar? Të them të drejtën, 75% janë të huaj. Wow. Ata që kërkojnë më shumë aktivitetet për të bërë kur shkojnë në një vend të ri. Ata janë më kështu, ë? Ata kërkojnë më shumë aktivitete. Shiheni çfarë pamje që ka poshtë plazhi. Tani kaluam nga llogaraja, po kalojmë në fillimin e Karaburunit. Dhe më pas do Këtu është Karaburuni, këtu është fillimi. dhe i poshtë është Palasa. Dhe tani do të themi për të kaluar mbi plazhin e Palasës. A kalojmë mbi plazhin e Palasës. Mbi plazhin e Palasës. Dhe ulemi në zonën e deltës. Dhe ulemi në Sky Sports. Sa bukur, shive çfarë mrekullie. Çfarë perle. Tani jemi përballë diellit, kemi mundësinë më të mirë të xhirimit. Spektakolare, shive. Edhe poshtë, edhe lart. Tani është dhe pjesa më e bukur kur dalim mbi det, sepse gjithë lartësinë ti e ndjen, direkt. Je direkt 700 metra mbi lartësi. Është kryevepër. Absolutisht kryevepër. Amazing. Shëndetësia e lirisë Blendi që është e provon në mënyrën më të mirë të mundshme. Jonathan, sa vjet ke që fluturon? Kam qenë në 2010, nuk bën 16 vite. 16 vite, kur ke hipur qa moshe? Që kur kam qenë 13 vjeç, kam bërë fluturimin e parë. Në 1995 më duket, Alketim ka kërkuar të fluturonim Saran, nuk më mbajti. Mbas 31 vjetësh po fluturoj me djalin. Çfarë pamje, çfarë mrekullie. Tani fillon duket dhe pamja e Karaburunit. Na filloi pak herë, apo jo? Jo, shpejtësia jo në biznesit. Shqipeni edhe Karaburuni, me syzet e metës të gjithin. Çfarë perle. Vendë është pjesë procedurës, se është
bëjmë disa manovra, Jo, por shumë nuk dua. Jo. Ose mund vazhdojmë qetë si që. Vazhdojmë qetë dhe ulemi si që. Kalojmë si rrotulojmë drejta zosh. Çfarë mrekullie, shifeni çfarë perle. Shifeni çfarë mrekullie ku jemi. Po, edhe? Kalojmë si rrotulojmë drejta, Amazing Albania. Amazing Albania. Welcome to Albania. Visit Albania. Shifeni çfarë pamje. Parashuta tjetër po ecën në ne. Çfarë bukurie. Manice. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ky është nga plazhet më të bukura që ka gjithë globi, jeni të sigurt për këtë. Fantastike. Tani që dali bukur filmimit e projekt Delta, më përpiqet ta hapër sa më shumë shkopin. Po? Edhe ta ngrej larg në që ta kapi vertikale larg. Apo i kshu apo ta lë drejt fare? Dhe drejt fare. Edhe s'është në jetë vertikale. Ta mbarë? Është një kryevepër. Çfarë pamje! Çfarë pamje! Gjithë pjesa e Dërmiu. Tani jemi në fund të palasës ku fillon zona Drimadhes dhe Dërmi. Duket edhe manastiri me shpellën e piratëve, ndërsa po të vazhdosh deri në fund këtej duket zona e Kakomes, pra e Krorzës. E Krorzës, dhe në djathtë kemi edhe ishujt grek. Dhe ishujt grek djathtës. Shive çfarë bluje kanë plazhet shqiptare. Shiveni pak çfarë bluje. Dhe tani është kryevepër. Shiveni çfarë plazhi. Do ta mbash ti? Ma jep një minutë vetëm? Jo këtu. Si do duk, do ja sugjeroje njerëz? Absolutisht. Kushdo që vjen në jug, një xhiro me parashut e keni të domosdoshme. Ne mund të ulemi duke e mbajtur këtë? Po, e mbajmë që ta filmojmë dhe ulje, pa problem. Patjetër. Procedura uljes është kështu. Po. Unë do të them përgatitemi. Po. Të dy do dalim me trup përpara, siç ishim kur u nisëm. Po. Dhe do bëhemi gati që kur të prekim tokën, Po. do bëjmë vetëm 2 hapa sa për të mbajtur veten këmbë. Vetëm 2 hapa. Vetëm 2 hapa. Unë do të flas gjithë kohës, do të them jo tani, jo tani, jo tani. Kur do të them tani, do të momenti që do Kur prekim. të më thot tani dhe ta prekin tokën, unë jam duke xhiruar ndërkohë poshtë. Çfarë pamje. Çfarë deti, shifeni. Direkt do ulemi apo do bëjmë Jo, xhiro? kemi edhe pak. Sa e bukur. Tani po marrim gati për të kthyer. Shifeni çfarë pamje.
Oh my god. Kjo është pamja më spektakolare që mund qini tani. Është kryevepër. Gjëradania odhëm duket, ë? Si veni? Që po i afrohemi tokës, jemi në kthezat e fundit drejt uljes, për pak do të them që fillojmë përgatitjen. Shifeni tani se si është deti, po mundohem që dhe çfarë kryevepre. Okej, fillojmë gradualisht Vetëm pak. Dalim ato përpara, edhe pak. Ta lëshoj fare ka. Kështu siç je. Aha. Perfekt. Metrat e fundit, çfarë perle. Çfarë perle. Tani na ul mirë. Ulëm! Bravo! Ulëm! Gjonadan si ishte? Ishte perfekt, edhe nisja, Ishte kryevepër. Edhe fluturimi. Edhe ja ku erdhëm. Bravo, Blen. Bëheni të gjithë, është perl, absolutisht perl.